Votuesi kosovar tregoi maturi politike dhe se dy të vlerësoi, këtë e konfirmoi me votë. Ata që punuan i zgjodhi me të parën, ata që nuk patën performancë të mirë, u dha edhe një shans, i çoi në balotazh. Kush janë humbësit dhe fituesit e zgjedhjeve lokale? Agim Aliu siguroi me të parën mandatin e tij të tretë si kryetari i Ferizajt. Votuesit atje e shpërblyen për punën që ka bërë në 4 vjet mandat, duke filluar me nënkalimet e deri te stacioni i autobusëve si projekte më të dukshme në këtë qytet. Agim Aliu siguroi fitoren me 56.47% të votave. Një tjetër komunë e madhe zgjodhi kryetarin me të parën. Është Podujeva që votoi Shpejtim Bulliqin për mandatin e tij të dytë me 53.42% të votave. Në qendër të Kosovës, Skenderaj ja besoi plotësisht votën PDK-s me Sami Lushtakun, duke siguruar 83.44% të votave. Kjo është përqindja më e madhe e fitores së një partie në Kosovë. Ish bashkëluftëtari i Lushtakut Ramiz Ladrovci në komunën tjetër të Drenicës, Drenasin, fitoi me 52.31%, por kësaj radhe jo me PDK-n. LDK-ja konfirmoi Stogun e Lipjanin. Kryetari i Stogut, Ilir Ferati, siguroi mandatin e ri me 58%, ndërkaq ai i Lipjanit, Imri Ahmeti, me 51%. Komuna që ka mbetur pezull, Alsandeja Skëndej, është ajo e Gjilanit. Sipas rezultateve preliminare, Gjilani do të duhet të shkonte në balotazh, por ende nuk janë numëruar votat e diasporës dhe ato me kusht. Këto vota mund të përcaktojnë fitoren sepse Hyseni ka 49.79% të votave. Prej humbësve më të mëdhenj, ani pse janë në balotazh, janë kryetarët aktual që nuk siguruan mandatin e dytë ose të tretë me të parën. Derisa votuesit edhe një mundësi të dytë ua ka dhënë Ardian Gjinit në Gjakov, Gazmend Muhaxherit në Pej, gjithashtu Shaqir Totajt në Prizren e Bali Muharremajt në Suharik. Në Gjakov, Pej e Prizren, ata do të sfidohen nga vetëvendosja. Në Suharik, Muharremaj i AK-s do të sfidohet nga LDK-ja. E përfund ka mbetur Prishtina dhe Mitrovica, dy qytete në të cilat u zhvillua gara më e paparashikueshme ndonjëherë. Kryetari aktual i kryeqytetit Përparim Rama siguroi 33.75% të votave, ndërkaq do të sfidohet në balotazh nga Herullah Qeku që ka 33.05% të votave. Këtu do të jenë vendimtar votuesit e Uran Ismailit të PDK-s. Gara edhe më e ngushtë po zhvillohet në Mitrovic. Arjan Tahiri i PDK-s ka dalë me 47.89% të votave, ndërkaq i dyti është Faton Peci, e distanca mes këtyre dyrëve është vetëm 28 vota. Për fituesit dhe humbësit e vërtetë dhe përfundimtar, shihemi me 9 nëntor në balotazh.